Edi Rama e mbështeti fushatën e 11 majit në parullën e rinovimit Partisë Socialiste, hapjes së saj dhe zëvendësimit të skuadrës në gati 50%. Por kur u formua qeveria e re, Rama nuk emëroi asnjë personazh nga arishtarët e grupit parlamentar, përveç 2-3 emrave që nuk kanë lidhje me këtë funksion, pasi janë pjesë e tarafit dhe klanit të tij personal. E gjithë qeveria e 4 e Ramës është e mbushur me ndryshkun e vjetër, të konsumuar nga abuzimi me pushtetin që nga numri 1 deri tek ministri më i fundit. Të gjithë janë emra të ricikluar nga kabinetet e mëparshme. Edhe ata që paraqiten si të rinj, si Besfort Lamallari, kanë 2 mandate si zëvendës ministër, ndërsa ministri i bujqësisë ka qenë kryebashkiak i Cerrikut. Edhe drejtimi i komisioneve parlamentare që në teori u takon deputetëve të rinj të PS-s ju dha po veteranëve të qeverisë. Fatmir Xhafës, Ulsi Manjës, Igli Hasanit, Anila Denajt, Arber Mazniku, Damian Gjiknurit apo Tauland Ballës. Rama nuk i dha asnjë rol emrave që i solli në Tiranë me profil kritik si Erion Braçe. Edhe pse i besoi zonën më të rëndësishme të Tiranës, njësinë numër 5, Braçe nuk u emërua as në drejtim të grupit parlamentar, as në Komisionin e Ekonomisë, as në ndonjë post ekzekutiv. Ky është një sinjal politik. Rama toleron një zëm i strec, por nuk e promovon. Modeli i tij për promovim është i qartë: bëhesh zëvendësministër apo prefekt nëse në dalje televizive e quan Ramën gjeni ose vizionar. Nëse e rrit dozën e servilizmit, si disa prej luleshtrydheve të kabinetit, arrin të bëhesh ministre dhe nuk lëviz më prej aty. Ndërkohë, kushdo i ri që ka ardhur me profil normal politik, pa u servilosur dhe duke guxuar të dalë në emisione pa urdhrin e propagandës, është ndëshkuar. Prova më e qartë është Lavdrim Krashi, i sjell nga Britania e Madhe si drejtues në komunitetin e diasporës. Fillimisht u emërua kreu politik i qarkut Dibër, por më pas u zhgradua gradualisht deri në përjashtimin nga lista e 11 majit. Krashi, edhe pse ishte një nga deputetët me imazh të pastër dhe që kishte denoncuar publikisht zyrtar të korruptuar, nuk u rikandidua. Asnjë shkak nuk ju dha përveç thashëthemeve që qarkullonin pranë establishmentit Ramës. I hëngri goja, thoshin, domethënë foli më shumë se ç'duhej, një koncept i ngjashëm me omertën e mafjes siciliane. Foli kur duhet të heshte.